Përshëndetje të dashur teleshikues, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Deputeti i Partisë Demokratike të Lushnjës, Sajmir Korreshi, në Kuvendin e Shqipërisë, në fjalën e tij, tregoi gjendjen aktuale të Lushnjës, ku era e keqe vazhdon prej 4 vitesh nga bërësitë e ullirit dhe kanalet e papastruara. Ai ngriti shqetësimin edhe për përdorimin e pesticideve të palejueshme. Në Kuvendin e Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike të Lushnjës, Sajmir Korreshi, në fjalën e tij foli për gjendjen e Lushnjës, sidomos 10 ditët e fundit, për shkak të aromës së rëndë nga bërësitë e ullirit dhe kanalet e papastruara, të cilat e kanë bërë të pamundur jetesën normale për qytetarët. Ju dërgoj selam nga Lushnja, e cila ka kaq ditë, ka gati 10 ditët e fundit s'po ja ndan fare o kryetare, po ka mbi 3-4 vite që vjen era bërësi ulliri. U të merruan lushnjarët dhe nuk ka shans njeri dalit pi do t'i kafe. Më falo kryetare se do t'a shtur pak fjalorin, pa jo vjen si era e pordhës plevitosur. E shtur këtë, sepse kur nuk keni... Dakor, pikërisht të bëra le, por për një motiv. Kur ju nuk keni respekt për lushnjarët, fjala ime në parlament do të shthure, sepse nuk ka mundësi, keni një dëshmitar këtu, sa herë që vishë të Hollandit drejtues thoshin kemi e ka të Hollandi, sa herë tani është Belinda e ka Belinda, e ka kjo ministra tjetër e mjedisit. Or ka mundësi të vitamifikojnë një këtë erën të rri një njeri gjysore në Lushnjë? Si ka mundësi e kajtë fort që e kanë këta njerës? Sa du të me helmur gjithë qytetit? Ashtu si që janë kanalet, sot ndërgojnë nga to është gëzi, selam prap, se nesër do vetë delegumja dhe po digjen kanalet, kalamat e kanaleve. Këtu kam projekt vendimin e buxhetit bashkis, 200 milion të re, ose 2 miliard vjetra kanë lënë këta martur nga 2024. Ku 1 miliard, ose 10 miliard të vjetra, këta e kanë vetëm për rroga. Me 700 milion, ose me 70 milion lek pastrojnë gjithë kanalet e Lushnjës, ku gjithë buqit mos të vi më herë atë kërm, si që vjen në për kanalet tonë dhe janë papastrura. Gjithashtu një tjetër shqetësim që deputeti Korreshi ngriti ishte përdorimi i pesticideve të palejueshme, që po dëmtojnë sigurinë ushqimore dhe shëndetin e qytetarëve. Ai e quajti këtë një emergjencë kombëtare dhe kërkoi që qeveria të marrë masa për të zgjidhur këtë problem. 35 pesticide të palejueshme, ku është cënuar fort siguria ushqimore nderuar miq të ato që ham. Dhe këto nuk i sjellin ata buqërit ton. Jo, i blejnë ata që ka licencuar kjo qeveri dhe që futet të këto dogana. Këto pesticide që në ham dhe po në jabë në është bërë kanceri, sigur me qenë viroz, sigur me qenë grip. Ja, kjo është emergjenca kombëtare dhe këtë duhet të zgjidhni. Lushnjës i hiqni kutërbimin se mytët. Mungesa e vijave të bardha në rrugët e qytetit të Lushnjës bëhet shkak për aksidente, ndërkohë institucionet përgjegjëse heshtin. Mungesa e sinjalistikës rrugore, siç janë vijat e bardha në rrugë për kalimin e këmbësorëve, është bërë shqetësuese në qytetin e Lushnjës. Në mungesë të semaforëve, të cilët u hoqën vjet se ishin jo funksional, vijat e bardha ndihmonin qytetarët për të kapërcyer rrugët të sigurt, pasi rreziku për aksidente është i lartë nga lëvizja e shumtë e automjeteve. Janë disa kryqëzime dhe segmente rrugore në qytet ku vijat e bardha për kalimin e këmbësorëve janë të padukshme. Qytetarët jashtë kamerave shprehen të shqetësuar për këtë gjë dhe se ndjehen të rrezikuar. Vijat e bardha janë inekzistente te kryqëzimi i postës së vjetër, te kryqëzimi i Ypsilonit, pas rregullimit para 4 muajsh të rrugëve të amortizuara. Gjithashtu vijat e bardha, të cilat u përforcuan edhe me vija të kuqe para një viti, po zhduken nën hapat e vazhdueshëm të qytetarëve dhe kushteve të motit. Por dhe në ato rrugë ku vijat e bardha janë të dukshme, shpesh bëhet e pamundur kapërcimi i sigurt i rrugës, sepse në to janë parkuar automjete ose qëndrojnë automjete, të cilët në çdo moment mund të shkaktojnë aksident, në çdo moment mund të marrin jetë. Mbrëmjen e djeshme, një mjet ka marrë zjarr si pasojë një shkëndije elektrike.
Zjarri u përhap në fasadën e një magazine me materiale ndërtimi, por ndërhyrja në kohë e zjarrfiksëve shmangu përhapjen e tij në magazinat e tjera. Aksidente nga më të ndryshmet ndodhin edhe kur makinat nuk janë në lëvizje dhe përpasoj shkaktojnë dëme të konsiderueshme. Një defekt teknik i ndodhur në një mjet të parkuar pas magazinave në afërsi të stacionit të trenit ka shkaktuar zjarr. Si pasojë e djegjes së automjetit, zjarri u përhap në fasadën e një magazine me materiale ndërtimi. Ndërhyrja e shpejtë e repartit zjarrfiks të bashkisë Lushnjë bëri të mundur vënien nën kontroll të zjarrit dhe moslejimin e tij që të percepitoj. Bashkë me zjarrfiksit kanë bërritur dhe uniformat blu të komisariatit të Lushnjës për dokumentimin e ngjarjes. Sipas të dhënave nga drejtuesit e repartit të zjarrfiksëve, defekti teknik në mjet ka shkaktuar zjarr i cili nëse nuk do të ishte vënë në kontroll, mund të shkaktonte tragjedi pasi ndodhet në një zonë industriale dhe ka shumë magazina si të materialeve të ndërtimit, ashtu edhe mobileri e të tjera. Finalizohet operacioni i koduar Pritja, përgatiste dhe shiste doza kanabisi. Vihet në pranga 28 vjeçari, sekuestrohet një sasi kanabisi e ndarë në 10 doza. Është finalizuar operacioni policor i koduar Pritja, duke vënë në pranga 28 vjeçarin që përgatiste dhe shiste doza kanabisi. Si rezultati një hetimi një mujor të ndjekur me metoda proaktive nga seksioni për hetimin e narkotikëve i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe Prokuroria e Fierit në kuadër të operacioneve të njëpasnjëshme të Policisë së Fierit kundër narkotikëve, është finalizuar operacioni Pritja. Gjatë operacionit u vu në pranga shtetasi NM, 28 vjeç, banues në fshatin Këmishtaj. Nga kontrollet fizike dhe në banes, këtij shtetasi ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis sativa e ndarë në 50 doza me qëllim shitjen. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, është shprehur gjatë një interviste se Ballkani po ndryshon dhe lufta 1999 në Kosovë s'duhet të ndodhë më. Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, është shprehur gjatë një interviste se është në komunikime të vazhdueshme me krerët e shtetit në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe me presidentin serb Vučić, që tensionet në rajon të ulen. Ai gjithashtu shpreh se Kosova është një shtet shumë i rëndësishëm, ku prania e NATO-s është e fortë përmes trupave të KFOR-it. Është e rëndësishme të angazhohemi të gjithë që ky shtet të jetë në situatën më të mirë të mundshme. Atje ka patur zgjedhje dhe do të shohim si do të formohet qeveria e re. Gjithë kjo është pjesë e një procesi normal demokratik, gjë që është e mirë, por në të gjithë rajonin situata po ndryshon, tha Rutte. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke folur për rritjen e tensioneve në rajon, ajo çka ka ndodhur në këtë rajon në Bosnjë dhe Hercegovinë nga viti 1992 deri në vitin 1995 dhe në Kosovë deri në vitin 1999 nuk duhet të përsëritet kurrë më. Ky rajon ka potencial të madh. Dëshirojmë që të rinjtë të jetojnë këtu, të qëndrojnë këtu, të jenë të suksesshëm, të hapin biznese, të inkuadrohen në rrethet politike dhe akademike, të bëhen artistë të mëdhenj dhe të zhvillojnë këtë vend, tha Rutte gjatë intervistës. Grenlanda shkon sot në zgjedhje të parakohshme, në një kohë kur marrëdhëniet me Danimarkën, Evropën dhe Washingtonin janë në një pikë kritike. Banorët e Grenlandës po zgjedhin një parlament të ri edhe pse vazhdon debati për të marrë nën kontroll atë deklaruar nga presidenti amerikan Donald Trump. Afër 50.000 zgjedhës me të drejtë vote në ishullin më të madh në botë po hedhin votën e tyre për një nga 6 partitë konkurruese. Grenlanda është pjesë e shtetit të Danimarkës, por gëzon autonomi të gjerë. Grenlanda ende ndan vetëm politikën e jashtme, sigurinë dhe financat me Danimarkën, por edhe kjo ka specifikat e veta. Grenlanda vendosi në vitin 1985 se nuk donte të ishte antare e Komunitetit Ekonomik Evropian apo Bashkimit Evropian si Danimarka. Më herët nuk ishte e lehtë të gjejë dikë në botë që do të ishte interesuar për rezultatet e zgjedhjeve rajonale atje, ku rreth 60.000 grenlandez do të zgjedhin 31 antar të parlamentit lokal. Para këtyre zgjedhjeve interesi ishte shumë i madh, ndër të tjera edhe për shkak të pretendimeve territoriale të presidentit amerikan Donald Trump për ta bërë Grenlandën një territor amerikan. Ushtarakisht dhe strategjikisht, Grenlanda prej kohësh nuk ka qenë asgjë më shumë se sa një djerrin e akullt pranë polit të veriut. Pranë saj kalon rruga më e shkurtër mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë së sotme.
Kështu që në vitet 1950, Danimarka si antare e NATO-s i lejoi SBA-t të krijonin atje bazën ajrore Thule në veri perëndim të Grënlandës. Sot ajo quhet baza hapësinore Pitufik dhe përdoret për zbulimin elektronik dhe zbulimin e hershëm të raketave të mundshme sovjetike që synojnë Shtetet e Bashkuara. Grënlanda është bërë interesante edhe për shkak të pasurisë së saj minerale. Supozohet se atje ka naftë dhe gaz natyror, por edhe metale si ari, uraniumi apo zinku. Në mandatin e tij të parë, Trump i kërkoi Danimarkës të blinte Grenlandën, gjë që Kopenhageni e refuzoi kategorikisht, por Trumpi nuk ka shumë interes për kufit kombëtar. Ai kërkon ndryshime jo vetëm në Grenland, por edhe në kanalin e Panamas, marrjen e rripit të gazës, bashkimin e Kanadas me Shtetet e Bashkuara e të tjerë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni gjithashtu edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.